Mirëmëngjesi. Ne jemi zgjuar sot herët. Në këto orë zgjemi gjithmonë, po jam çuar dhe po bëj punë nga fjalën herët. Se në këto orë kemi zgjimin ton të parë. Është ora gati 8 të mëngjesit, 7-8 zjerë të mabeli. Jam vënja 2 aspiqe dhe po los nga mbrapa. Të dhoma, dhe me krevat. Edhe unë po merrem pak me punës. Punë të para, cilat janë punë të para që bëjmë gjithmonë? Vendos erët nga stovile, vendos biberonat për t'u larë, dhe i biberona ndi që duhet ta qupshim mabelin, edhe heq këto dyja njerë që janë lodhja e parë, ndërkohë ka vendosur edhe pak lavatrishe që të lahet, lava një 2 mbulesta që ri kokoja aty, edhe po e laj tani sepse nga qimet pas u lan ato normalisht nga lavatrina, edhe kështu. Në ka përvendosin atë për vëlte. Të heqim pak këto punë të para, sepse duhet të qik shesën. Digjoni, për fillon të mërzit, duhet të vendos pak shesën në gjithë shtëpinë. Edhe një 2 punë të tjera që kam që duhet të bëj se zbën. Po duhet të vendos edhe shumë lavatrice. Halli im me lavatrice. Unë nuk kam të ngopë, nuk kam të dojnë kur. Duhet të bëj dhe mëngjesin në mabeli, në koma gjelë më merë të bëja. Ja, këto besi kam e këto, shi si njiten këto. Kjo është e mirë, se është për tabullin e bebi që mos të bije, po, nuk i vëtët në një vënd. Duhet që t'i përgatis edhe mëngjesin mabelit. Nuk ka 3 ditë që nuk më ha fare, nuk e di, vetëm t'jenë për një 2-3 lukë supë. Nuk e di se qa ka, apo i deli një dhëmbë, qëfar ka, por nuk është fare mirë me ushqimin. Se di dhe me. Kështu, unë jam. Tu, duhet të rëvoj që të lyej flokët, por dëmë thënë duhet t'i laj, por duhet t'i lyej, por nuk kam lënara për t'i lyer, nuk e din që se do shkoj do të sot me mabelin. Edhe këto lotë e mabelit t'i laj këtu tek kjo, t'i laj dhe biberonat. Baba. Sheve, hangra buk. Shoh një çfarë më kjo zonjësha. I vendosëm 2 astiqe nga mbrapa edhe kishte rënë kështu, po losë kështu. Ja dhe kokoja. I dash dhe kokos për të ngrënë, tani do të shkoj qik që të bëj pak skincare në fytyrë. Skincare, thjesht e laj fytyrën në dhëmbët, të vë qik krem. Se për fund e vëmova, nuk e vë që tani. Përgatis pak mëngjesin për mabelin, me shpresën se do konsumoj mëngjes. Edhe pse më duket sikur nuk do ka qef mëngjesin fare, prova pak banane, e testoj një herë kupton, sepse ka disa ditë që nuk po ushqet. Nuk e di, do e hedh pak avokado edhe më shumë banane, po. Edhe të shpresojmë se do ushqet. Ha mama. Kujt i flet aty? Flet kokos? E do njerëz aj shumë kokon, mabeli. Po të dy edhe aje do. Kjo ku shefa atë mbaron, e ke dhe këshu koka, e ndjeka mbrapa. E afrofa një ditun, kokon, edhe e vendosa këshu tek mabeli, që shkri kjo mbaroj. Do ke një marrëdhënie shumë të mirë kur të rritet mabeli. E këtu kam banane dhe avokado. E do ishtë ty të dyja bashk. Kur eksplorojmë ushqimin, do shikoni edhe çfarë ka qef fëmia. Shumë mabeli, vën shumë kjo. Mabeli banane ka shumë qef. Do të thënë mundësisht t'ja miksosh me çdo gjë e ha. Po që thjesht është një fëmijë që nuk është se ha, në përgjithësi nuk ha shumë pak, mezi hap gojën, nuk është si këta fëmijët e tjerë si ku shohin ushqim duan të hanë. Po që hajt, mos sa të dojnë këta. Ndërkohë po vazhdojmë edhe
vazhdon të çohet natën, pi më shumë natën se sa ditën, e ka bërë kështu stil këtë gjë. Edhe unë në fakt kam thënë hajt më në cilë ka të pi, edhe e kam lënë pak këtë pjesën, se megjithatë unë s'kam qenë në punë, e kupton? Por tani avash do të filloj të mësoj që të filloj natën tamam, edhe të pi vetëm ditën, sepse edhe unë nuk mund të rri të natën duke u marrë me mobilin. Me kalin e ditë se jo do vi dhe momenti kur do filloj dhe punë, dhe nuk mund të vazhdoj shumë e këtë pjesën. Ndaj duhet që t'ja ndryshoj pak avash. Por që do shohë mirë tani, sepse tani do bëhen dhe regjistrime, do fillojnë regjistrimet për qertes, për nuk ishin hapur regjistrimin, ndaj nuk e kam filluar deri tani. Edhe do shkoj ta çoj pak në pak çdo ditë. Tani do filloja sfida e vështirë, po që do e kalojmë dhe këtë sfidë, siç çdo lloj sfide tjetër. Siç kanë bërë të gjithë mama, do bëj dhe unë. Ja, shifni me pirun e bëj këto, unë e shtypem pirun. Edhe thjesht kjo e do pak më shumë të butë, nuk e do shumë të fungurt si pure. Kështu që mund t'i shtoj pak tjetër, pak qumësht. Qumshin këtu, kështu që do hedh pak në qumshin aveli. Sa për ta zbutur pak. Ai do hedh se pjata e saj, edhe të shpresojmë se do ushqehet. Ako. Ej, bukur. Edhe momentin që do t'i besim pak shumë tani për vetën. Se dhe lartë të tyre do të tërë kreni e saladë, është më punë fare. Edhe do përdor një tjetër që më ka ardhur. Është dhe i saladër është, po është tjetër nuk hotel. Është ndryshe. Në të ja kam treguar në fakt, po. I kam bërë ato aty super rëmur. Të t'i regulluar. Njëto dhe ju që vini lani dhe s'keni peshqim, se kujtoni që i keni heqë e keni rrë për të larë. Këtë më do të gjithmonë. Sot dita është e zakonshme. Do të blej disa gjëra në dyqan për shtëpinë. Edhe do vi pastaj që të gatuar. Kur ma belin kam gatuar. E pastruam fytyrën. Unë baroj aty që. Pasura do të bëla të shtile. Pasura fytyrën edhe lava dhëmbat. Do së pak kremin e fytyrës. Ma veri tani për pak. Duhet të flipe prapë. Unë do të merrem pak me dhëmën e miqve. Me të qita e vetëm dhëmën e miqve, po duhet që të kemi e kurosur. Duhet që t'i kaloj pak ndaj në përvënde. Edhe ka përruar pak që t'je dollatin që t'a rëlloj, se ende unë nuk kam ndryshuar robat që t'i kaloj të dimrit, t'i heqe dhe të kaloj të verës të dini. Më thë një lloj stresi e dollapi, që kur t'a bëj të ndjem shumë lehtësuar. Vetëm që nga ndodhë për momentin, pas e kur të dalim do vetës, pas e të vetës të gjërat e tjera, edhe do të vetë që të folio aty që. Unë nuk e di nëse vendosa këtë gjë brenda, se duhet vendosësh diçka një robë kur e lan, edhe mesi se është larë mirë, tani si fund do vendosë çarçafet e rroba tjera, sepse janë të larë. Edhe më shmbushur kjo është porta me rroba pa fund. Çarçafet e vendosë veç, sa të lanë këto, do i them në thashtë, duke që sa të gjata të mëdhaja dhe mikur se do më zënë shumë vënd jashtë. Do përdor këtë super ilaçin gjigant që e ka marrë në Angli nga Market Hub, është extra large, është për të bardha edhe me ngjyrë, është dhe për të larë dhe robat me rralla.
Përzi ngrihet. Edhe aromën time, salami. Sapo përfundova pak fshirjen e shtëpisë, përse do të mos e gjuroj që këtë modelin. Edhe do ftohem për një dush, nuk do laj flokët sepse lash orar që të shkoj të lyej, thash të heq qafe, se më ishte që edhe ditën që dua t'i laja sot, është shumë mirë, atëherë rekomandoj që t'i lyejni. Domethënë gjithmonë kur keni për të lyer flokët, mos i lani, lejini 3-4 ditë pa larë, sepse çfarë më ndodhi kur i lava një ditë një natë para, dhe të nesër në lyva, nuk më ikte zeza nga lëkura. Unë gjit aq keq dhe ndaj duhet që t'jetë me ngjyrë koka, që dhe mos ngjerë të shënjë boja, por që dhe që flokët ta marrë më mirë thamë. Nejse, po hepa këtë videon se duhet t'ju tregoj pak. Kam bler këtë tip reçeli, ja, nuk e di. Reçel është tip gjeli që është bëhet nga kjo bima, Zimos. Në fakt nuk se kisha dëgjuar ndonjëherë më parë, është e vërteta. Edhe kjo është për shumë e mirë thonë për pjesën e tretjes, për funksionimin e zorëve. Ka disa gjërat e mira në fakt që të bën për imunitetin, për të ndyrë më e forcuar, më e fortë, domethënë e gjitha me radhë. Edhe unë e kam marrë, kam 2 ditë që po e përdor. Me lezë e përdorje tani dhe ndaj u kujtova. Edhe është 2 luk në ditë. Por që unë e mora më shumë për pjesën e tretjes. Shka nuk është e shpifur, si shije, por është shumë e ngjeshur, edhe është pak e vezitshme, është kështu. Por që, okej. Mund ta përdorni edhe pa idhin ujë ose në një lëng tjetër. Unë në fakt kam bler edhe kefir, i cili është shumë i mirë pjesën e tretjes, edhe e shoh që më ka ndihmuar. Edhe është ka vetëm 15 kalori. Domethënë për 2 luk ka 15 kalori, nuk është të shëndosh. Kur ishim në Tiranë, shkoi babi në Greqi dhe mori shumë kefir në fakt. Mora këtë lloj. Është i me vgal, që është shumë e mirë. Edhe është me lërshtëllë, edhe është lezetshme, domethënë se kefiri nuk është se kam shumë qejf, se po të ishte në një tavë hajde të. Kefiri ju e dini që ka të shijen pak si ka një shije çik të çuditshme. Edhe i hedh këtë brenda e tunt edhe konsumoj zakonisht në darkë, që mos konsumoj darkë, ose pasi ha një sallatë shumë konsumoj. I do bëj një dush trupit, kam vendosur se çfarë duhet që të blej ushqime, bëra një listë që më duheshin, se dhe ujë nuk kam parë, më kam haruar ujë dhe filloj të pi ujin e Mabelit tani. Se nuk e kam Jonin, se ka shkuar me punë jashtë, edhe unë nuk para blej kështu gjëra të rënda kur jam me Mabelin. Ato gjëra i blen Joni, por që tani duhet ta blej. Do bëj në 1-2 shishe që mos më rëndoj shumë. Dhe gjërat e tjera që më duan dhe i ka të lajt trupin sepse jam e sigurt që Mabel do të zgjuhet ai për pak, se vura dhe fshesin që fshiva, bëra çik zhurmë edhe e shoh që nuk është mirë. Plus ora është thoshe që në orën 1:30 kam orarin e flokëve dhe e kam gati gjysmë orë larg me këmbë, se do ikim me këmbë, kështu që nuk kam shumë kohë, duhet bëm gati, do bëj përgatis pak qumshin ta marr me vete të Mabelit dhe duhet të tregoj pak produktet që unë përdor për që va me vete. Është një kjo që cilën e kam hedhur këtu formulën. Kjo është kuti që ban formulën e bebit edhe ban të llogaritur. Unë ja hedh sa kupa duan, edhe për shembull këtu kam hedhur 550 ml kam bërë këtu. Këtu i kam bosh, mund të hedhësh sa të duash, edhe në moment që ti e hap, nuk të bie nga të tjera, të bie vetëm nga kjo këtu masa. Do marr këtë me vete, të çanta që marr gjithmonë, edhe termosin që është super i mirë, e mban ujë të ngrohtë. Do të thënë e çuditshme që gjeta kam bler tjetër, ja t'u tregoj. Ja ku i keni. Kam bler një tjetër termos, edhe ishte kot. Biles ishte pak a shumë se ky, ja, tregon gjatë temperaturën, edhe ky. Ky nuk bënte njerëz, nuk e mbante ujin e ngrohtë. E bleva kot, ja. Biles bëhet poshtë, s'ja blen, është i njëjti, por se duhet bëhet me një imitim, se nuk ka mundësi. Edhe nuk e mbante, kurse ky e ka marrë tek Market Food. Tani gjëra cilësore i marr aty, është duket që është dhe më cilësore edhe kjo këtu, edhe pjesa brenda, dhe ky të mban ujin e ngrohtë që të kënaq. Por në Sarand nuk e di ku e lash, edhe nuk po e gjeja, biles e gjeta më vonë, kisha futur çantën e laptopit, histori më vete kjo. Edhe më dha mami këtë,
sepse e doja për rrugës ku do vija për Tiranë. Edhe ky ishte shumë i mirë fakti, kisha marrë në Greqi, e mbante ujin super të ngrohtë, njësoj siç e vendosja në fillim. Kështu që kemi 2 termosa tani. Po përgatis edhe ujë, ta keme vete, edhe po ofërën për të bërë një dush. Tani që kujtova s'kam marrë mëngjes. E kupton? Ja. Nuk kam ngrirë mëngjes. S'kam ngrirë mëngjes, nësi e bëra këtë punë. Duhet që e konsumoj edhe mëngjes. Po nuk di çfarë të ha, nuk e di pse s'po më hajë sot. Fare. Ja arritëm me do salatrishën, rregova mabelin, bëra çdo gjë përveç se nuk nga mëngjes. Tani nuk e di pse ka shumë kohë që rrim kjo. Çfarë ke mama? Concealeri nuk më ri fare mirë, më bëhet shumë kështu si via. Edhe mora këtë ta provoj të Milk. Sot më vjen fjalët, nga që gjithmonë kur e kam nxitim diçka nuk më vjen fjalët. Si e kam? Kuptoni që vetë primary. Që vendoset para make-up-it, concealer e këto, edhe vendos primary, që t'i trajtohet mirë. Jam e vonesë ndaj ku bëj kështu, sepse ora është 11:05 edhe unë duhet të jem në 1:30 aty, por ndërkohë është goxha larg. Dhe po thoshe të vendos vetëm concealer njerëz. Kam dyshuar furçë, sepse nuk e pëlqen, ndoshta e ka dhe furça. Mama, ikëm, duro pak. Po e kam furçën, po mirë. Okej, dhe kam marrë këtë kështu. Që ta vendos me këtë furçën, sepse mendoj se mund ta ketë edhe furça. Mendoj ju. Nuk e di tani. Shokët i kam skandal, po megjithëse do shkojmë për ato punë, nuk i ngacmova në fakt. Okej, mbuluan qik. Ku jeti moj mama? Ajo bukur, është shpirt, e zgjova mabelin, sepse i hoqa atë zhurmën e bardhë. Kur i zhurmën e bardhë, hapës direkt. Sepse duhet që t'ikim, nuk ishim kohë. Edhe mabeli ushtron në gjumë. Ikëm, mama, ikëm, duro pak. Dullo pak. Vendos pak të këto. Kam janë 2 puça. Mama. Ne do ikim 0-0. Ja kështu bëj muhabet me gjithmonë. Se mërzitemi pastaj po nuk bërë muhabet. Është bërë të abet e hegjë njerës, po hajde po vëm që i gjelë kështu tani. Sa për mos u dukur keq fare. Se hajde shko të komuna tani i vetur. Dhe le një nga të ditët të orarë që të shkoj. E bukur. Kam fler. Ku e kam? Shqipin qërë në marë. Se kam kutim të Diorit. Ui, e holi vajza ime. E holi në tokë vajza ime. Pse mu mama e hole ti? Sa albëre ti këstu? Është super. Nuk kam shumë që e kam fler. Është super. Për hapet shumë mirë. Kushton sa në fakt, nuk kushton. Ikëm, po ikëm, oj mama, ikëm. Duro pak. Sa i ketë tani? Nuk të pëlqen të risa stu. U mërzite, se të bëj muhabet. Që është u mërzite ti se të bëj muhabet ti unë. Bëj muhabet me këta këtu, e s'bëj me ty. A, mama? Super. Edhe vendosim edhe qik lush. O shpirti, mami, ti.
Më shif në pasqyrë, me qa mafioze jeti kështu më? Ha? Më sërë të pasqyrë ati nuk më sërë drejt. Lapsin që kam bler të Fentit është super, lëshon shumë, është që kjerët, nuk them, por që është i mirë, për gjamë. Kërështë dhe me kapi, do flokët i kam kapur si mos më keq. Nice, ikim se vajtë shumë dhe. Mirë mëngjesi. Unë kam pak që jam quar, duket që jam quar. Shikini si më jam bërë sytë, sot. Pa hoj që të rurin kema beli. Pi natën, nuk pi ditën. A ju ndodhe juve, keni dhe ju që e bëni këtë gjë? Për dje, i kam thënë vetëm në orën, në thënë fjeti në orën 7 ca, 7:30, 8 ca fjeti. Edhe i kam thënë për të pirë në orën 12, sepse kërkoj. Po, 12 ca. Edhe nuk i kam thënë gjanatës, mu krinja 2 herë, po e lash, edhe i thash sot në orën 8. U qua, dojtëm pak zjuar, pak dojtëm të tani zjuar, ora është 10 ca, pim kafe në balkon, ajo ngri kosën, piva kafe, les, jo i ngrita gjëra, ku duhet të rregulloj pak ato. Edhe tani është triva, po se ka zënë gjumi akoma, se ka orarin që flet tani, po më duaj që të heq javë të bëj supën e saj, sepse bëj një supë për 2 ditë. Edhe sot thash nuk do bëj me pul, do bëj me këtë lëngun e mishit që kam hequr më njanë, që ju atë rrugova se si i bëra lëngun e kockave më saktë. Edhe them ta bëj me patate të ëmbël, se kam patate të ëmbël, patate normale, karrotë, se pash një lloj supe që në internet, unë këto ushqimet i shoh në internet. Shoh shumë video të ndryshme, ka shumë llojshmëri gjëra, kështu që më kanë pyet goca ta ke marrë një program, nuk kam marrë asnjë lloj programi, nuk besoj se është i nevojshëm për të marrë një lloj programi, sidomos sot njerë që në internet ke lloj recetash. Edhe shumë, këtë do bëj. Do bëj supën, për vete nuk e di çfarë do bëj, jam super e fryrë, ndihem si shumë e fryrë, nuk e di pse, si e enjtur, si se di si ta quaj. Edhe ndoshta kam nevojë për çik detox. Po kush e bën këtu? Të shohim, domethënë pak që të heq, duhet të heq ca ushqime. Në fakt dje kam ngrënë bukë, edhe sa herë ha, dje kam ngrënë bukë edhe mërsira. Sa herë ha bukë, unë ejnte, fryem, edhe kur ha ëmbëlsira, po ejnte gjë. Do të tregoj flokët, tani janë nga gjumi, por dje nuk e tregova. U lodha se bëra dhe rrugën me gjitha të rrugë që erdhëm, më beli doti të pinte, se kur i dashëm për të pirë nuk piu, pastaj i kaloi një orë i qumshtit, edhe nuk mund t'ja jepja prapë më atë qumshtin, edhe kisha marrë vetëm për një qumësht, se me ide që do pinte në orarin e saj. Kështu që kemi bërë rrugën me vrapur, kemi ardhur nga dreka, do të të pinte dhe të flinte, u bë pak situatë kështu. Keni parasysh kur bebi do të flë dhe të pije dhe mami s'është fare, se i bën gjërat kështu kuturu, derisa t'i jap atë që do. Edhe kështu iku dita tjetër, domethënë. Bërëm një ecje në Bastite, edhe gjumë. Top. Kështu që bëjmë për të ngrënë. Marrë që filloj të qëroj të gjëra që ta heq hape drekën e saj që kur të vim pastaj se do të pim dhe kafe pas të zgjohet kismet. Dhe kur të vim të jetë gati dreka, se zuat e jap vonë, se ka të bëj shumë orari kur i jep një ushqimin fëmijëve. Shumë mabeli nuk e do shumë herët në mëngjes. Herët fare nuk ha. Domethënë do nga ora 10 e zëm do mëngjesin. Drekën e do pas orës 2. Domethënë ka ca orare që ja kam kuptuar që po t'i japësh më para nuk i pranon. Kështu që duhet t'i përshtatem orareve. Edhe diçka, jam duke filmuar të ky vlogu me telefon, sepse kam lënë kamerën në makinë, e kam të parkimi është tu afër, po është shumë, duket shumë larg kur jam me fëmijë, nuk kam mundur që të shkoj, sepse një e kam pa bateri, duhet edhe të ta marr, duhet ta karikoj, edhe kështu tash diçka mos të humbur mundësinë për të bërë vlog, bë video me telefon, shpresoj mos jetë kualiteti shumë i keq. Tani kualiteti mirë fare siç është me kamerën nuk është, po që hajt më. Po bëjmë supën. Okej, atëre, shumë thjesht. Unë do e bëj supën për 2 ditë. Ha dhe unë do njëra kjo supa. Kur s'kam bërë për të ngrënë, kam bërë shumë, jetë që kripë dhe ha.
karot, patate, edhe patate ëmbël. Aty kam lëngun e mishit, edhe po mendoj jam në fund, po sikur të hedh pak salmon. Kam marrë salmon dhe nuk ja kam dhënë akoma, kam marrë ky salmoni kështu, që është apostafat për bebe, 100% natyral, edhe nuk ja kam dhënë. Edhe thash të shoh një stobet supa. Presi të bëhet supa tani dhe vendosa 2 vezë për vete që të sjejnë. Tash po ha 2 vezë dhe mbajnë edhe të ngopur. Të bëjnë edhe mirë, nuk kam bërë vezë në fakt këto ditë. Edhe janë të shëndetshme. Edhe po mendoja. Kam kohë që po e mendoj në fakt, ndoshta është kjo fakti që ri në shtëpi edhe të bën të mendoj gjëra të tilla, fakti që ri në shtëpi, më duket sikur po kalon koha dhe nuk po bëj asnjë lloj gjëje, që do thotë dua të bëj shumë gjëra realisht, por më duket më shumë sikur e harxoj kohën duke i menduar të gjëra sesa duke i bërë. Do thoni ju që stamatina ti po bën një gjë të madhe se duke rritur një fëmijë, përveç se pastaj punët e shtëpisë, e gjitha me radhë. Por që në ato synimet që unë kam, dua të bëj disa gjëra realisht. Edhe nuk po i bëj. Dhe nuk e di kur do vi momenti që unë të filloj të punoj për ato gjëra që dua të bëj. Se më duket sikur do filloj dhe punë dhe kur filloj punë s'do kem fare kohë pastaj të bëj këto gjëra. Se di. Duhet një lloj organizimi ndryshe. Është bërë një poçër këtu. Kështu njerëz. Tani është zgjatur 2 dita edhe kem më shumë kohë në dispozicion. Se e shoh kur vëmë Abelin në gjumë në orën 7, unë prap kam më shumë, e shoh që kam më shumë, ndoshta më motivon dhe dita, që është më e gjatë, se kam më shumë energji për të bërë 1-2-3 gjëra të tjera pas asaj ore dhe pastaj të shtrihem. Por herë që bëj, thjesht them stani në qetëso veten tënde, hap Netflixin. Shif në një film, ri rahat, edhe kështu me ikën koha pastaj duke parë filma. Do të thënë keq ta qetësosh veten tënde, keq mos ta qetësosh veten tënde. Nëse dua të marr mbulesa për divanat, verore, se këto janë me lesh, dua të hiq këto leshin se nuk e duroj dot më. Edhe duhet të marr mbulesa verore, po mendoja të porosisja ose tek Temu ose te Shine, po do më vonojnë shumë, dhe nuk di këtu në Shqipëri, në qoftë ju keni idenë në një faqe në një dyqan që ka mbulesa divan është të mirë, ma shkruani, ma sugjeroni, më nisni mesazh në Instagram, se dua që ta ndryshoj këtë pjesën, të vë në një mbulesë të lezetshme. Edhe do marr edhe një kam bërë problemi është që kam bërë një porosi te Temu. Në fakt nuk është porosi, se është bashkëpunim, por që është bërë një lëmsh edhe nuk më ka ardhur akoma, ka kaluar shumë kohë. Edhe kisha porositur ke pasur shto të mëdhaja që rrin bebat, vjen në tokë, edhe është tip e rrethuar dhe ka të dy shekun poshtë. Edhe doja që ta merrja të çaj tavolinën dhe ta vëja mobilin të rinte rehat. Por nuk e di kur do më vi, se s'më ka ardhur, edhe duke qenë se u bë një lëmsh me postën, u kthye përsëri mbrapsht produkti, nuk e di se si do veprohet tani. Edhe dua që të shoh ose të shoh të marr diçka këtu në Tiranë. Më thoshte një mikesh që kishte marrë për fëmijën e vet, një si tip shtrese, po duke qenë se un kam Kokon nuk është se nga Sonobeli, po nuk dua që Koko të shkojë dhe të eci aty ku do shtrihet Nobeli, se zua që të më hedhë qime. Edhe tani është faza që macet kanë i bien qime të goxha, dhe ndaj doja që të ishte tip e rrethuar ajo ku do të rrinte Nobeli. Më duhet që të gjej një diçka të ngjashme me atë që kisha porositur, edhe të ri rehat, sepse kur e lën divan ke frikë se mos rrotullohet, bie. Kur e lën krevat, po ashtu e izolon me ato jashtësiqet dhe nuk ka hapësirë që të bëj çfarë të dojë ajo. Dhe çfarë bën ajo kur unë e shtri pastaj për gjumë, fillon dhe loz, rrotullohet tej dhe shtyn gjumin. Kështu që më mirë që këto gjërat i bëj gjatë kohës që është zgjuar, sesa kur unë e shtri për gjumë dhe të prishë komplet atë rutinën e saj. Koko!
dolën për mi kafe. Nuk filmova në fakt, harrova fare të filmoja. Edhe tani po përfundoja supën, sepse i bëra gjitha perimet siç ju thash me lëngun e kockave, edhe sapo i hodha një luk djath parmigiano, sepse jep shumë shije. Është apostafat për bebe. Është kjo, nuk e di po e dalloni mirë. Edhe i jep shumë shije supës. I hodha këto dhe i hodha edhe një luk makarona apostafat për bebe, t'ju tregoj ato. Këto këtu kam marrë ato që janë të vogla. Ndërkohë kam vënë peperon aty për të larë. Këto makarona duan 4 minuta të bëhen. Tani po përfundojnë këto dhe do i bëj frule. Mabeli tani flet i gjuhë, se është drek, orari i gjuhit. Që bëna në drek. Edhe kismet kur të zgjohet, pastaj do i jap supën, edhe kemi një kontroll të doktori pastaj. Duhet që ta kontrolloj pak se nuk e kam kontrolluar. Kam një muaj e ca, po që para se të filloja ushqimin domethënë. Po një muaj e ca kam. Koko të lutem, edhe duhet që të shoh pak të shoh peshën, si ka ecur, nuk e di pse më ka smur gjithmonë veshin, e kam lëvizur dhe nuk është se ka dhimbje, ku ja kam bërë kështu, por që tërkohës është duke ngasuar me tho dhe e bën plag veshin, të dyja veshët. Edhe duhet ta shoh pak të pjesën, të më kontrolloj veshët, edhe kështu. Të shohim çfarë do thot pediatri. Edhe ja, tani po përfundoj supën edhe të vazhdojmë në poshtë vishën. Kështu u vesha sot për kafë, jam të furnin saten. Edhe këtë bluzën e thjesht, duke qenë se për pak do të vazhdojmë që të shkojmë te pediatri. Ja dhe supa. Po edhe supa, edhe po, e kam orari në orën 6 sot e pediatri, edhe duke qenë se nuk kam asjonin. Edhe një problem që unë kam është, e kam shumë bezdi pjesën kur duhet që të marr karrocën, ta çmontoj, ta fus në makinë, të shkoj te vendi, hajde gjë parkim. Në Tiranë është dhe parkimi që edhe aty ku e kam mund të ish park, por shumë vështirë për parkim. Pastaj hap karrocën, nxjerr Mabelin, shkoj te doktori, është pak kështu e zorshme. Por që unë zakonisht nuk lëvizë makinë tani që me karrocë, por duke qenë se kam në orën 6 dhe Mabeli zakonisht në 7 ca orarin, plus sot do bëjmë dhe dush, se zakonisht e bëj një ditë po një ditë jo dushin. Atëherë duhet që të shkoj me makinë që të kisnoj të vi shpejt në shtëpi, sepse di që do filloj të grinte, se do i shkoj ora për të pirë, për të larë, për të fjetur, ai kështu me radhë. Edhe do i kemi makinë, po e kam aq bezdi këtë pjesën e makinës. Nuk e keni iden. Nuk e vetja si Herkuli, kur marrët karrocën, kështu e futen karrocë në bagazh, xhire, merr. Koko, çfarë bën më? Ka thënë Koko do ta hapi derën vet. Shi e hapi më, ajo është të mërshëm njerëz. Ja dhe shtëpi e Kokos. Ja kam bërë kështu kabriole, ka marrë këtë temu, është e madhe. Këtu ka ato që hapi, aty ka vendin e vet. Unë ndërkohë kam hapur që këto për të aerosur, edhe do i mbledh tani. Me mëngjesi nga dita tjetër, ne dolëm pjevëm kafe, edhe bëra pazarin më në vonë, se kisha ka di që doja të bëja pazarin, por nuk kisha mundësi që ta bëja. Edhe mora gjëra që më duheshin. Po ja tregoj shpejt e shpejt. Kam marrë 2 qumësht, kam marrë 2 qumësht soje, ky ka pak sheqer, kurse ai tjetri është low in sugar, është më me pak sheqer. Ky është tjetri. Këtë e përdor për kafe, meqenëse s'ka sheqer, son kafen e pi pa sheqer, kurse këtë e përdor kur dua të bëj ndonjë gjë me cornflakes ose me të shër. Kam marrë kafe, kam marrë nga kjo pakoja e vogël. Kjo është, unë marr 2 lloj kafe, një dekafeinato, një me kafeinë. Kjo është kafja e mëngjesit që përdor unë, që është me kafeinë. Tani kam ngritur dozën e kafes, jam duke pirë 2 kafe me kafeinë dhe 1 kafe pa kafeinë, sepse shoh që kam shumë nevojë për kafe. Nuk e di pse nuk funksionoi mirë, po nuk piva kafe. Kam marrë djath të grirë, ishte i vetmi lloj që kishte aty në dyqan, ma ky Erzeni, edhe krip nga Himalaj. Kam marrë mozzarella, edhe kam marrë gjalp bajami. Se mora kikirini, fa të mora bajami. Se mora bajami. Kam marrë nga kjo që është me proteinë, cila është si puding me çokoladë dhe është
pa sheqer të shtuar edhe gluten free, edhe kam marrë edhe disa zhvep, sepse i pi vetë, kam qenë i pi në bazita. Kam marrë fruta të cilat kemi banane, brokoli, si dua të bëj një supë me brokoli mabeli për nesër. Sot kemi akoma supër nga dje. Banane, avokado, nektarina, domate, kiwi. Këto janë gjëra që unë përdor më së shumti në shtëpi, pjesa e frutave dhe perimeve. Edhe kështu tani, duhet të bëj diçka për të ngrënë, se nuk kam bërë asnjë gjë për të ngrënë për vete. Biles nuk kam bërë asgjë, mëngjesin e bëra skip se s'kisha kohë, edhe është orari drekës, kështu që të shoh pak se çfarë të gatuaj. Sot kam veshur rika lak këto xhinset. Këto xhinset I kam veshur, isha masa XS, edhe me zor I kam mbyllur. Janë kështu tubë, nuk ka hapësirë fare, por që I vesha se kisha shumë kohë I veshur. Më duket se kisha 2 vite, se vjet kur hyri pranvera unë isha shtatzan edhe ndisha si e fryrë dhe nuk I vesha fare, edhe I kam domethënë që par vjet pa I veshur. Edhe se si më duket vete, tani që I kam veshur xhinset që kam pas veshme përpara. Ndihem mirë, po që ka nevojë duhet të pësojmë akoma se rinë shumë të ngushta, nuk është janë shumë të rehatshme. Bëjmë gati se do dalim për ecje, dua ta për ecje me Abelin se është mbasdite dhe nuk dua që ta kaloj mbasdite në shtëpi, se kur e kaloj në shtëpi stresohem. Nuk e di, dua të marr ajër, të dal të marr ajër. Edhe vesha një par pantallona të lirshme që janë të gjera. Edhe këtë bluzën, nuk e di po do marr gjë për sipër, të shoh një dalin në balkon të shoh si është koha, por dua që t'ju tregoj diçka. Unë nuk e di pse njerëz, unë blej gjëra dhe unë më ka humbur sensi të treguarit të rrobave ose të gjërave që unë blej këtu. Domethënë më ka humbur fare, më përpara çdo gjë tregoja në YouTube, kurse tani harroj. Nuk ja tregoj. Nuk e di pse harroj, nuk e di pse mbro kështu. Gjithsesi, unë e hapa tani këtë. Dua t'ju tregoj çantën që kam marr, që është kjo çanta që do t'ju tregoj tani është imitim shumë I mirë I origjinales. Nuk është origjinale që të sqaroni, por valla ai është pak a shumë e njëjta gjë. Çanta që kam bler e Louis Vuittonit më përpara është origjinale. Një tjetër, nuk e di po ju a kam treguar juve, më duket se jo. Edhe ka të njëjtin dust bag si kjo. Pothuajse. Ha mama. Dhe ndaj them që ndryshon shumë pak, mund të them cilësia. Dhe kjo është çanta. Shifeni se sa cute. Tush unë kam zbrazur tani, nuk është se kam vënë gjëra, po po të mbushet do duket akoma edhe më e bukur. Edhe ka këto të tyja, ja shifeni pak si është pjesa brenda, si është materiali. Ka një rip që është ky, ka edhe këtë tjetrin. Edhe është super cilësore. Tani unë çantën e kam marrë tek Reman for Woman në Instagram, do e lë edhe këtu. Edhe gjithashtu kam marrë edhe një Chanel aty. Nëse doni një firmë, por që nuk keni mundësinë, sepse realisht janë shumë lekë për bërë një çantë firmë. Flasim për firmat luxury, nuk flasim për një Guess apo ku diun që I blen me 100 euro. Ju super sugjeroj që të shifni se aty ka edhe këpucë, ka syze, ka gjithçka. Edhe ju sugjeroj që do keni një cilësi shumë të mirë dhe shumë afër origjinales. Tani do dalim, do marrim Abelin, asnjë luk sup nuk kanë. Ba thot, ma nuk thot. Thuj më ma. Mamëj, ma. Unë I them thuj më qesh. Se bëj shaka. Ikëm të dalim shëtitje të marrim qik vetën, të zgjohemi se kjo dreka se do të vënë gjumë. Ndërkohë është mbasdite ka të rapes. Do luj vetëm pak buzët edhe kështu do dalim, nuk do bëj asnjë gjë tjetër. Kur del për ecje si ku mbushesh me frymë. Shifeni sa ajër I pastër, ndoshta jo, po sa fryn, edhe është gjithë kjo erë sikur të qetëson që të heq atë stresin e ditës. Kam ardhur një rrugë dytësore këtej. Edhe këtu është shumë mirë se ka shumë pak lëvizje, edhe bie dielli në këto orë që dalun. Edhe është super. Pantalonat që kam marrë, I
kam blerë ku isha shtatzan, kisha pagun e madh, këto një bëhet verë. Edhe më ri goxha të lira sipër, se poshtë rinë ato, kështu janë stili që të lira. Kurse te pjesa e brezit janë super të lira. Shikoni. Po që vishën, i rehat, kur del brezi njërë më dojnë që të vishën forma sportive. Mirë mëngjesi. Unë po pi kafe në gjithë tani, se një kafe i kam pjerë. Por tani kam provuar për 2 kafe se nuk më hapën supë të mëngjesit me një kafe. Andaj pa në balkon tani, sa vendosën e gjumë Mabelin, sepse kemi dalë herët në pak sot, po kemi mbaruar shumë punë, disa takime që kishim. Hoqa vetullën, shifën një duket që është hequr, se ishte bërë shumë keq. Edhe tani erdhëm ora është 1:15, erdhëm që Mabeli të bëj gjumi, orari që ka tani. Edhe, po se ka zënjë me akoma, se po e monitoroj nga kamera. Edhe kështu, po do bëj pak për të ngrënë një supë për Mabelin. Edhe duhet që të mbyll një dy gjëra, duhet të nxjerr dokumentat nga Albania për regjistrimin e Mabelit në Çerke. U futa brenda sepse dëgjoj shumë zhurmë jashtë. Edhe po thoshja për regjistrimin duhet vërtetim pune për të 2 prindrit, duhet certifikat familjare, duhet edhe vërtetimi kontributeve, i sigurimeve. Edhe po thoshja që kam disa ditë që nuk punon e Albania. Unë merrem e bëj gati certifikatën e vullosur e nxjerr dhe nuk më shkarkon. Edhe kam kaj ditë që kam ngel kështu sepse nuk po punon e Albania. Domethënë, imagjinoni, po të kesh një gjë që e ke fare urgjente, nuk e bën dot se s'punon sistemi, e kuptoni? Edhe po mundojmë tani që t'i nxjerr, të shoh nëse do punoj tani, se i thon e treta e vërteta, ditë e tretë thotë që po tentoj. Edhe të bëj gati këto që kismet të regjistrojmë Mabelin këto ditë. Edhe si që thash, do e qoj nga pak, nga gjysmore, nga 1 orë, deri ta 5 javë, derisa të shoh që do mësohet, se ndryshe nuk kam një tjetër. Supa sot e Mabelit është me brokoli dhe patate. Do t'i hedh një lugë nga këto, makaronat e vogla. Edhe do t'i hedh dhe përshije djath parmigiane që është opstafat për bebe. Sigurisht që supa është me lëngun e kockave, cilin ja kam treguar se e kam përgatitur. Ja dhe supa. Erdhi dhe momenti për të shtrirë, erdhi darka më në fund, sa po bëra një dush edhe pastrova pak fytyrën, bëra pak skincare. Edhe kapa dhe flokët, sepse kjo kapsa është që nuk të prish formën, sepse po të lërëshuar në natën bëhen skandarit në gjumë. Edhe kështu të mbyll këtu këtë video, se u zgjat goxha, edhe shpresoj që të jetojë sa më shpejt. Ne bashkë të shihemi tek video e radhës. Ju uroj të gjithëve një muaj sa më të mbar, muajin qershor, sepse e di që kjo video do jetë në fund të muajit. E bashkë do të shihemi në videot e radhës. Pati!